Në tretë fituesit e tre ekipeve të femrave të festojnë, por me njëherë vjen dhe festa e kategorisë të meshkujve, festa ekipore. E nisim me vendin e tretë që është Luzhja me 17 pikë. Vendi i dytë i takon ekipit Korçar Skënderbeu për meshkuj me 28 pikë. Dhe natyrshëm kur bëhet fjalë për kategorinë e meshkujve, është ekipi i Vllaznis, ekipi i kampion absolut me të gjitha grupushat në 10-15 vjeçarin e fundit, që ka kumulluar 62 pikë, duke shpallur kampion i Shqipërisë për kategorinë U18, duke pasuar suksesit e Vllaznis kampione U16. Florian Balaj, kryegjyshtari i kampionatit, dorëzon diplomat dhe medaljet ekipeve fituese. Së bashku me gjyshtarin e dalluar Grateci nga Shkodra. Ekipi kampion i Vllaznis e theksua me herët ekipi që e ka bërë pronë të veten titullin kampion për 15 vite me radhë me të gjitha grup moshat. Edhe njerë cilësojmë ekipin fitues, kampion është Vllaznia! Feston Vllaznia! Trajnerët e Vllaznis, kryetrajneri Albert Marashi, Bruno Rotani, Jetmir Jahaj dhe Doran Tafa i bashkohen festës së Vllaznis kampione. Podiumi në këtë moment është i tëri për ekipin e Vllaznis, kampioni absolut për gjitha kategoritë e moshave për meshkuj, U16, U18, U20, ekipin e parë, merite veçantë e kuartetit të trajnerëve, kryetrajnerit Albert Marashi, Bruno Rotanit, Dorian Tafës dhe Jetmir Jahaj. Bëjon festa Vllaznis. Vllaznis! 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 Vllaznis!